Dhe Trumpi, kur erdhi në pushtet, ishte i mbyllur shtëpitë e bardhë sepse kishte gjithë kundër, partinë të kundër, shtetin kundër, çdo gjë kundër. Dhe në fund 2020-ën lobi hebre në Amerikë erxoi Trumpin. Jo Amerika, as Bideni. Lobi hebre. Trumpi ishte e kuptoi shumë mirë dhe i pari njeri që ka ikë nga shtëpia, ka qenë Kushneri bashkë me Ivankën me valixhe që ndatë 8 nëntor. Koncepti është që Rama nuk kishte mundësi ta dinte me këtë ekspertizë që e shoqëron, në atë kohë flasim edhe në më vonë. Rama tha, sido që tjetë, unë kam investuar për të qenë i garantuar, sepse kam këtë. Rama ka në rregull po të lexosh aplikacionin e vjetër të Microsoft Wordit. Po si është me Microsoft Word, është program tjetër ky i ri. Që do thotë Rama ra në grop, se si ishte gjendje të lexonte atë që lexojshim ne të tjerët. Çfarë lexojshim ne të tjerët? Te ky podcast kemi qenë. Ti e ke hapur në nëntor, 28 nëntor. 28 nëntor. Kur Trumpi ka fituar zgjedhjet, ne kemi pasur podcast. Po. Para se të vija këtu të enten këty. Në datë 29 ka marrë apo jo? Po. Jo, 28 ka arti, po 29. 29 është transmetuar. Po. Koncepti qëndron që unë shifsha në atë kohë një histori të gjatë kërkimi që kisha bërë që në 2016 në raport me Trumpin dhe me këta. Dhe unë i thoja këtyre që ky njeri është tjetër gjë nga që kuptojnë të tjerët. Dhe ky projekt politik nuk është thjesht i Trumpit, po është një projekt që me përmasa, si thosh, të padëgjuara në histori që i referohesh a një literature të vitit 1122 të rënies së perëndimit, të Oswald Spenglerit, Po. që flisë për ardhmën e mas 100 vjetësh të Cezarëve. Dhe koincidenca, dhe koincidenca 1122 me 2024 është 100 vjet fikse apo jo? Ai erdhi në 2016-ën. Është koha e Cezarëve, dhe Cezarët i bëjnë rregullat vet. Ke pasur filmin Matrix? Në fund filmit Matrix, masi Neo komunikon me djalin e vogël që lëvizte lugën, që thot luga nuk ekziston, pra ti i shkruan rregullat nga e para, pra ti ndryshon rregullat e lojës. Trumpi kur erdhi në pushtet ndryshoi rregullat e lojës. Dhe këta u ngelen manualet, ke parasysh tupinin lëngun. Po. Skemat e tyre deri djeshme tupinin lëngun gjithë, të gjitha kategoritë. Me Soros, vëlla, që ishte qendra më e madhe botërore e think tankut dhe e pislokut. Dolën bluff. Të gjithë dolën bluff. Pse dolën bluff? Po më shumë bluff ka gjithkusht ka dalë. Po lexoja një material shumë interesant, që të thash, e kam marrë me shumë qejf të tente, se këtë javë kam pas plot me. Edhe unë kam parë një dokumentar të Sky Newsit, Why Venezuela Matters. 8 minutat më të rëndësishme gjeopolitike të vitit të fundit. Nafta bruto, valla. Rezervat më të mëdha të naftës bruto në botë pas kërkish ka Venezuela. Unë e dija valla për naftë, po nafta, aty kuptova se nga ndryshon nafta bruto. Si mendon ti? Ka faj Trumpi që depozita më e madhe naftës në planet është kundër Amerikës? Ka sens kutrik? Tu pastaj kemi një gjë tjetër valla. Për shembull, siç e shikoj unë. Në Amerikën Latine, ke zonën e vet. Amerika Latine nuk është zona e Amerikës. Tani, ndarja e re e botës. Kjo frika më e madhe, gjë pak shpejt se unë ato e kam pjesë studimit time, domethënë që e kam dashuri edhe. Okej. Frika më e madhe pasi zbulova, domethënë pse ishte interesi, sepse skenarët ndahen jo në tifozët e Amerikës. Unë nuk jam tifoz as i Amerikës, as i Rusisë, as i Kinës. Tifozët s'kemi pse të jemi. Po pra, po që ti je gjeopolitikan serioz, minimumi nuk duhet të jesh i ftohtë objektiv. Pra duhet shikosh interesin e variablit A kundrejt variablit B. Pastaj shikom raportet e forcave midis dy variablave. Dhe pasi pash të dyja, kuptova që Maduro si krysh Rame që është, Ramaduro këtu, Maduro atje, bëri amnistinë, po kërkonte amnistinë e vet. Juve merrni rezervat e naftës gjitha me radhë, po më bëj një amnisti më që të shpëtoj. Se mos merr dhe mua në Guantanamo, më lëron fen, më nxjerr kriminal kundër njerëzimit, do kupton, kundër vlerave demokracisë bla bla bla. Problemi vëlla është si do kompozohet tani Brazili dhe Argentina, të cilat janë në BRICS edhe janë futur në zonën e influencës. Dhe po të shikosh të Meksikës, po të shikosh të Brazilit, po të shikosh presidentët adekuat të Venezuelës, të Kolumbisë, të Kolumbisë, jo të Venezuelës është Maduro. Në fjalimin e vet i Meksikës që kishte zgjedhur tani, kishte thonë, si mund të flasim neve, si mund të rrim ne qet, kur vëllezërit tan venezuelian që flasin spanjisht janë një lloj si neve të gjitha, po sulmohen nga Amerika. Pra, ajo lloj frike vëlla është aja vlen tani për atë
naftën bruto, të prishet apo të hapet një front lufte. Nuk të hapet luftë. Po të hapet një front lufte me Brazilin dhe me Argentinën, pra lufte ftohtë vëlla, embargosh. As si luftë s'do ketë. Dhe pastaj kalova në skenarin 3. Mos vallë është kjo pastaj një bashkëpunim akut i fshet midis Rusisë edhe Amerikës. Rrim këtu. Vëlla, Këtu do rrim. po të them me skenar 2. Po këtu do rrim. Skenari 1, skenari 2, skenari 3. Nuk bëhet luftë Amerika se s'ka me kë bën vëlla. Sa kush të dalin luftë përballë. Atë nuk e di unë vëlla. Po dëgjoj tash, e di sa është investimi amerikan për bërë një luftë me Venezuelën, i pa arritshëm për Amerikën, i pa mundur teknikisht, njerëzor, financiar, ushtarak. Po me Brazilin dhe Argentinën. Po fare ma se shkon mend, s'ka arsye. Dëgjoj. Lufta është ato kanë arsye për me u kundërvend Amerikën. Fare zero kanë ata. O shpend, a ç'është lufta? Është zgjidhja diplomatike që dështon? Pra, zgjidhja e politikës me mjete të tjera, apo jo? Po. Kur i kanë marrua Amerikës mjetet marburit atë? Si kanë marrua? Po si ka përdorur ne? Po jo, s'ka arrit puna ke lufta fare. Sa rrugë ka deri ke lufta. E dyta, çfarë vërtet ka Amerika të bëj luftë me pushtu Venezuela. Ke parasysh atë barsetën tonë në Shqipëri, po të pa pushtojmë në Amerikën kush i ma me bukë amerikanët? Po. Tani, koncepti ku qëndron? Amerika nuk ka nevojë që të shkojë të pushtojë një vend. Në botën e re teknologjike dhe politike dhe lidhjeve, fillimisht vendos ekuilibrat ndërmjet palëve. Tani mendoje pak që Ukrainën marrëveshja në Ukrainë prodhon një territor rus në Ukrainë, apo jo? Në marrëveshje zyrtare dhe bëhet e njohur. A kemi prishje të ekuilibrat botëror? Kemi, apo jo? Po. Një vend që pushton një tjetër. Ky është formula finale, NKB, apo jo? Po. Më fal, po. Amerika do shofi se si Rusia merka dhe këta smarin, i bie që humbi Amerika fitoi Rusia, apo jo? Kështu i bie në fund fare. Sa të luftë Amerika e bëri, kush e bëri? Amerika e bëri atë luftë, Biden e bëri atë luftë, apo jo? Po. Tani çështja qëndron që në të tilla raste Trumpi jo më koslet për Groenlandën, jo më koslet për Venezuelën, sepse prishë rregullat e lojës. Këta po rishkruajnë rregullat e lojës. Janë rregullat e reja që do ketë bota. Të gjitha gjërat që kanë menduar këta, Rama, një bisht kavalli në Shqipëri, Soros i më i mendshëm i botës, asgjë s'kishin kuptuar si gjë, askush nga asgjë. Sepse ajo që këta s'kan kuptuar është Spengleri në vitin 1922. Pse se kanë kuptuar Spengleri në 1922? Se këtu është sekreti. Sepse e gjithë gjenerate, pas gjenerate, të mendimit politik botror, të shkencave politike, të diplomacisë etj, janë bazuar në manuale, të cilat nuk janë në gjendje të parashikojnë disa fenomene të reja, apo të fshehura, të cilat kanë të bëjnë dhe me natyrën njerëzore. Që do të thotë është e puna e Zotit me djallin, më kuptove logjikën. Kur ti bësh i gjithë me djallin, ti jeton flusën e djallit, ti e shef botën me sytë e djallit. Dhe këta kanë pa botën të gjithë me sytë e djallit. Dhe kanë qenë të gëzuar dhe të lumtur që disponojnë gjithçka dhe kanë çdo gjë dhe janë në kontroll të çdo gjëje. Dhe këta nuk kuptojnë dot vlerën e aksidentit që e quajnë. Po. Domethënë ti bën 100 plane, është një film perfekt, filmi i parë i Stanley Kubrick, do kanë pa i vogël fare. Unë gjithmonë ta përmos Stanley Kubrick se kush ka guxuar të lodhet me Stanley Kubrick, i shtuar jeta për aftësinë që i ka dhënë truta e veta për të kuptuar shumë gjëra. Dhe ai bën një shpjegim në formën e një ngjarje kriminale me një bandë që do vjedhi, shpjegon që plani perfekt nuk ekziston. Ky është e gjithë ngjarjes. Nuk ekziston asnjë plan perfekt. Dhe jo në kod me librat e shenjtë shkruhet që djalli bën plane, Zoti u aprish. Po. Koncepti ishte që te ky filmi ishte bërë një super plan perfekt për të vjedhur. Po. Dhe dështoi totalisht. Të gjitha për shkak aksidentesh. Të paparashikuar. Prandaj them unë dora e Zotit. Edhe këta e kishin menduar botën në mënyrë perfekte në zgjidhjet e tyre. Të gjitha dështuan. Ka pandemin. Po. Kur janë zgjuar njerëzit në këto 100 vjet? Pandemia. Kuptuan vëlla se ku jetojnë, në çfarë bote jetojnë, se ke virusi në shtëpisë aty mbrapa dhe kuptuan si funksionon bota. Funksionuan si sharrën e jetojnë. Rasti i Venezuelës ka të bëjë me rregullat e reja të lojës në botë. Ti e di që u saktu nga Trumpi një emisar për Groenlandën. E fillon këta. Protestojmë. Si është kjo? Po shkelet sovraniteti një vendi të NATO-s e të tjerë. Dhe del ky Macroni, këta s'po kuptojnë dot gjë. Ose më saktë nuk duan ta pranojnë faktin çka ka ndodhur. Po. Ka ndryshuar bota. Ne këtu kemi diskutuar bashkë për atë historinë që folën për Kinën dhe për këto të tjerat. Treguam se si India, kanali Rusi, Amerikë, BRICS-i, ke parasysh martesa e Ariut me Dragojin. Kemi analizuar me kohë me vaks.
para Alaskës, mamën që kemi diskutuar etj. Tani në thelb çështja është që ti ta kuptosh një realitet, nuk ka nevojë të jesh më i mëshëm i botës. Por duhet të jesh në rrugën e duhur. Thu sekreti. Domethënë, edhe dikush që nuk është më i mençur i botës, është gjendje të jetë më i mençur se gjithë mençurit që paraqiten në botë për faktin se ti nuk ecën me rregullat e tyre. Ke filmi Matrix, ai deli jashtë rregullave dhe i rishkruan rregullat dhe është finalja që arrin të mund të njihni se dy tjerët janë agent globaliste e konvertimit seksual të dy regjisorëve, që i bën të dy burrat gra, Lana Lara. Kupton që ishin dy burra u bën grua masi bën të parin. Sepse seria e parë, që është e vetmja film, që është Matrix 1, nuk ka asnjë me dy tjerët. Është dokumentar për më. Ai është dokumentar, Matrix 1. Dhe ai është një zgjim që nga ajo ditë Hollywoodi ka ndryshuar sjellje. Sot nuk ka më filma Matrix në botë. Pse nuk ka më? Sepse ata janë të merruar nga vlera që pati filmi Matrix, se deri ke Matrix çka s'ka pas filma të mirë në botë. Që nga koha e Matrix 1-shit filloi të kontrollohet skenari faqe për faqe. Nuk ka më filma si dikur The Life, që është një super film në koncept, sepse kuptuan që këto filma të diskreditojnë gjithë skemat e këtyre. Dhe në këtë rast konkret që ne po flasim, bota që ta shohin ka marru, ka vdek. Dhe mënyra se ta duan të ringrihen mbi botën që ka vdek ka vetëm një rrugë, që të prodhojnë ndonjë aksident botëror, që të shpërthejë një luftë botërore, që të shkatërrohet gjithçka që ata të shpëtojnë. Sepse ata nuk kanë më zgjidhje për shkak se rregullat e reja që kanë ndryshuar, do ta ndryshojnë gjithë historinë e civilizimit perëndimor, sepse kanë ardhur koha Cezarëve. Të Cezarët i shkruajnë vetë rregull. Cezari pse është i madh? Sepse rishkroi rregullat e lojës dhe i ndryshoi rregullat e lojës. Nuk ishte më Roma e para Cezarit ajo pas Cezarit. Koncepti është që rasti i Venezuelës ka të bëjë me një territor në influencë ruse, kineze, në kundërshtim me interesat amerikane në botë dhe në rajon, që ka prodhuar varfërinë më të madhe që mund të imagjinohet në vendin më të pasur të botës. Ti the nafta apo jo? Po ti di që Venezuela është vendi më i mirë në botë që mund të ketë pasur në vend. Është një super vend me ujëra, pra është një super vend. Është vendi më i varfër në Amerikën Latine. Ka shkuar shoku im në Venezuelë para 3 vjetësh. Ka treguar eksperiencën e tij. Altin tha nuk isha pa ashtu, tha. Kretë më kohë komunizmit. Të shifshe, tha, dyqanet. Të shifshe emigracioni si ikshin nga Venezuela. Venezuela është vendi që ka prodhuar më shumë mise botërore në historinë e shtetit. Ka shumë ferma të bukura. Është një nga popujt më me kapacitet dhe ka gëzuar një lumturi në vitet 60-50 që as Amerika se kishte, as Florida se kishte. Nafta ka qenë shkaku, por ka qenë keq menaxhimi socialist gjithmonë i lojrave. Dhe kur erdhën këta të majtët në pushtet, se këtu është e keqja që një Arlind Qori mund të jetë shumë simpatik kur thotë kundërsa. Në kohë krize këta janë simpatik, por këta janë kancer. Këta janë kancer. Kësa herë një majt merr pushtet, është kanceri më i madh i atij shteti. Por nuk kuptohet në çast, kuptohet më vonë, pasojat që prodhon. Dhe rasti konkret i Venezuelës është që nuk mund të ketë Rusi Ukrainën post mori Amerika Venezuelë. Po Amerika nuk do të pushtojë Venezuelën, do ndryshojë regjimin. Dhe venezuelianët në një regjim të ri, pakta komuniste qelbur, pavarësisht pistoqeve të mëdha që shohim nga gjëra globale e tjerë, do ketë mirëqenie shumë shpejt. Për shkak se kapitalizmi prodhon mirëqenie. Kur funksionon kapitalizmi. Dhe Venezuela është një vend që e ka mundësinë që të gëzojë mirëqenie. Se i ka të gjitha, si thosh, kapacitetet, të gjitha potencialet. Dhe që Amerika do të harxojë Maduron, kjo s'ka si diskutim, është çështje kohe. Po do jenë gjithmonë të lidhura me kohën e gazës dhe me kohën e Ukrainës gjërat. Do ecin në paralel. Sepse nuk është bota e OKB-s që na kanë mësuar këta ne. Nuk është bota e gjeopolitikës. Është historia që shpjegon me një fjalë të vetme, historia e botës që shpjegon me një fjalë të vetme, Stanley Kubrick. Shtetet më dha janë gangsterë. Të voglet prostitutat e tyre. Po. Ky është rregulli i vërtetë i asaj që nuk duket. Tani pyetja është, kjo Venezuela me këto aleanca 25 vjeçare. Ku është sot? Cop apo jo? A vjen zgjedhjet në Venezuelë 100%. E diti me çfarë manipuloj zgjedhjet në Venezuelë me makinat e Shqipërisë. Smartmatic të Sorosit. Po. Që bëri Sali Berisha, Lul Basha, Edi Rama, dakord që të bëjnë me kutitë e Sorosit. Që kur ja çum neve Sali Berishës dokumenti se si ishin manipuluar këto zgjedhje këtij viti, tha si që ka bërë kjo gjë kështu. Pastaj sfoli pse?
si ishte gjithë me firmat e Partisë Demokratike. Kompania ishte zgjedhur nga Partia Demokratike sepse marrëveshja Rama-Berisha ishte në 2020-ën, u shpreh gabim. Rama-Basha në 2020 ishte që PD-ja do zgjedhë kompaninë. Dhe do të caktojë në komisioner që do menaxhojë pjesën digjitale. Maskaralloku më i madh në zgjedhjes bërë me pjesën digjitale. 150.000 vetë votimi janë më shumë. PD-ja nuk flet se është zhytur në korrupsion të parash me Smartmatic të Sorosit. Dhe pislloku që është bërë në Shqipëri është bërë në Amerikë me Trumpin, me këto Smartmatic të Sorosit, por vendi që ishte ekspozuar në botë, kush ishte me prova dhe me fakte? Venezuela. Dhe personi që ka Venezuela, një nga pronarët që ishte marrë me këtë pislok, dhe ka kapur me korrupsion dhe me gjëra. Venezuela është rasti më tipik për të kuptuar lojën e re në botë. Dhe kjo do finalizohet me Groenland. Groenland është një vend autonom në një mbretëriçkë të voçkël. Që është një absurditet logjik që është mbetje e muzeut evropian të aristokracisë si koncept. Çfarë është Groenlanda? Vendi më i madh që mund të ketë pa ndonjëherë me sy. Por është pozicioni shumë i rëndësishëm. Dhe ka ndodhur disa zhvillime teknologjike që e bëjnë shumë të rëndësishme Groenlandën dhe Trumpi tha shumë qartë që nuk është puna ke minerale, se gjë minerale gjithanë. Është pozicioni që ka Groenlanda. Tani Groenlanda ka 50.000 banor. Vendas që me shumë referendume, me shumë kanë fituar autonominë. Groenlanda është një mbretëriçkë vockël që ka sipërfaqe më të madhe në Europë apo jo, prej Groenlandës. Tani njerëzit thonë, është vend sovran, nuk ka Amerika. Harrojnë se si u bë 500 vjet e fundit historia e këtij Europe. Ku i kishin kolonitë, si i kishin çka kanë bërë, për shkak genocidi francezëve në Algjeri, për shkak 1 milion u vran shumë me dorë, shpejt e shpejt. Bëhet fjalë për shifra gjigande genocidiale në Algjeri. Problemi është që ndryshojnë sa gjëra, ndryshojnë sa kohë, lëvizin sa gjëra, dhe ne tash jemi në një libër të ri që po shkruhet, që s'ka lidhje me librat e vjetër. Fare, 300 vjet të fundit. Ashtu siç nuk ishte Europa 1900, 800-s me 1900, apo jo, ndryshuan rregullat e lojës. Tani Amerika është në një moment që do ndryshojë rrugën nga disheza, kërkon të ngrihet. S'është ndishesë. Kina është në rritje apo jo? Kina një projekt perëndimor që e shpikën. Perëndim që ta kam treguar tezën time, që Kina u shpik nga këta. Që ne s'kemi çfarë u themi. Nëse këtu ndajmë gjëra të tjera. Po, 3 njerëzit që kishte krah djathtë Mao Zedongi dhe quhen la ishin të 3 hebrej. Tash ç'a them unë? Mund t'i përdore ti hedhë burr. Në 2000 vlla, në 2000 ta kam thënë, Clintoni not ultimatum Izraelit, s'kishte ndodhur ndonjëherë. Ultimatum Izraelit, ndërpritet çdo marrëdhënie e Amerikës me Izraelin. Nëse do vazhdoni që teknologjinë amerikane ushtarake ta transportonin Kinë, që të bëhet Kina ushtarake, industriale me teknologji të vjedhura amerikane. Në të 10-ën, kur ra Bashkimi Sovjetik ta ngritën Kinën, çu duheshe për të bërë armikun e tyre. Me këta e bën, me këto banka, me këto personazhe që s'dum t'ja përmendin emrin në mënyrë politikët korrektli. Tani koncepti ku qëndron? Kjo bota e re tha, do ta ketë se s'bën Rusi atë pjesë të Ukrainës që do. Sikur të kërcej kushdo, se kanë derdh gjak ata për ta marrë atë gjë. Dhe këta kanë derdhur para për të vrarë ushtarët rusë. Se çdo ushtar rus është vrarë me financim euro-amerikan. Ukraina nuk kishte kapacitet më përballë as i ditë. Teknologjia më e lartë dhe më sasiore që është bën herë, luftë në herë, me fjalë, nuk është edhe herë ka shumë parë dhe ka shumë teknologji dhe ka shumë municion sa në luftën e Ukrainës. Dhe Europa dhe Amerika kanë zbraz magazinat. Dhe lufta është e vërteta, nuk është ajo që shohim ne. Është ekspertiza euro-amerikane përballë ushtrisë ruse. Dhe ushtria ruse ka treguar një performancë jashtëzakonshme. Këta mendojnë se do falet gjaku i ushtarit rus nga Rusia dhe do tërhiqet Rusia nga Ukraina. Do e marrë atë pjesë që do. Dhe pranë s'ka pranuar paqen, prapë sot i tha harroni, unë do i harroj objektivat e mi. Dhe ju s'keni më ushtar, nuk kanë më ushtar. Nuk kanë më ushtar. E diti çfarë suksesi paraqiti dje rusi? 350.000 kontrata të reja vullnetare. Ku ke pati vetë? 350.000 kontrata të reja vullnetare që ishin shkruajtur nga të rinjt rus për të futur në luftë. Sepse kanë ndërtuar një skem rusi të pa i dëgjuar ndonjëherë, që i përshtatet antropologjisë ruse, që çdo i ri ka qef me shku në luftë. Nuk shkon njëri me detyrim në Rusi. Regjistrohen dhe shkruajnë kontratë, sepse përfitimet që marrin është një model që e kanë shpik ata.
e përdorin eksperiment me atë program pilot me atë që vran, me Wagnerin, me grupin Wagner, tash i kanë kthyer në strukturë shtetërore publike, mbajnë radhë ushtarët rusë për të bërë ushtar. Për shkak të përfitimeve të pafundme që ata marrin nga ky avantazh dhe ka të bëjë dhe me adrenalinën dhe me testosteronin kjo punë. Si ideologji flas, se kjo ideologjia është testosteroni i fshehur. Nuk është i fshehur ke trupi i njeriu. Njeriu aty e ka, janë ngacmon ose azbut. Më kupton logjikën. Është në mendje testosteroni. Dhe ushtria ukrainase nuk ka më ushtar. Aq sa u detyrua Deutsche Welle para 2 ditësh për herë të parë të tregonte në një reportazh se si shkeleshin drejtat e njerëzit ukrainë duke i rrëmbyer në rrugë për t'i bërë ushtar me dhunë. Tani, në këtë botën e re, Rusi do fitoj. Maroj kjo lojë. Pse? Me gjak e ka shkruajt librin e ri të historisë. Pra, rregullat e reja shkruajt me gjak, me para dhe mbi të gjitha Rusi për asaj lufte është bërë 10 fish herë më i fuqishëm se ç'ishte para lufte, ekonomikisht. Se këta thonë sanksionet do të pësojnë Rusin. Është vërtetuar në historinë e njerëzimit, në çdo manual të shkencave politike, historike etj. Që luftrat janë mjeti më i fortë për të fuqizuar një vend. Ka të bëjë me shumë aspekt, por jo çdo vend e humbet luftën. E para. Jo çdo vend e ka si fitoria e Piros, siç e kishte Anglia luftën e dytë botërore. Që nga perëndëria e të gjitha detreve, ke parasysh përfundoi në një piçk vend. Do të një vend i vockël. Anglia që kishte gjithë botën u bë një gjë e vogël, Amerika u bë e madhe, kupton logjikën. Kjo është fitoria e Piros apo jo, po ta kapësh. Natyrisht kishte pjesë agjendës. Por Rusi sot vetëm për shkak të luftës është fuqia më e rëndësishme gjeopolitike e 1/3 të botës. Pra ajo ka me vete 1/3 në planetit Tokë, e ka me vete në pazar. S'ka rëndësi sa përkohshëm ata afatgjate ka. Ka Kinën, ka Indin, ka BRICS-in, pra pa. Po ki e parasysh. Po BRICS-in po toja unë ty që ka përplasje edhe në Amerikën Latine. Prit, sepse se kjo është vëlla. Prit pra, se BRICS-i, se ato janë pjesë e BRICS-it. BRICS-i është një sistem tregtar. Po që mund, më thënë, që të kalojë në një sistem edhe ushtarak, duhet një lloj sprucimi, edhe sprucimin po ja jep ndërhyrja e Amerikës në Venezuelë. Është e kundërta. Sepse ato kanë gjithë drejtën e botës për të ndjerë kërcënuara nga Amerika. Edhe të gjitha këto vende shohin gjeopolitikën e madhe. Po luajnë 2-3 aktorët e mëdhej. Që është Amerika, Kina dhe Rusia. Se Europën këta e trajtojnë si një fëmijë idiot. Klysh. Jo, si një fëmijë idiot, si një që prish gjithçka. Dhe s'kan faj. Koncepti qëndron që në rregullat e reja të botës, edhe BRICS-i, edhe NATO-ja, edhe gjitha këto strukturat ekonomike, ushtarake etj. Po përballen me ndryshimin e rregullave të lojës. Ky është sekreti. Po ndryshojnë loja. Po ndryshojnë, do luajnë futboll ne? Po ta kapësh me dorë topin? Bëhet penallti apo jo? Në zonë. Gjithmonë. Faul. Apo jo? Po. Ora do luajnë futboll amerikan tash. Po. Ndryshon loja, pra më kupton. Ka tira rregulla loja. Këta po rishkruajnë rregullat e reja të lojës. Dhe arsyeja që nuk do ketë luftë në Amerikën Latine, po mund të ketë një bombardim kërcënues. Se s'ka interes askush të bëj lufta aty për shkak të kosto përfitimit, sepse lufta do bëj, e di kur do bëj lufta. Qëse do kishte një plan Amerik-Rusi për Ukrainën, po do bëj luftë. Projekti i Putinit dhe i Trumpit është paqe. Pse është paqe projekti i Trumpit dhe Putinit? Sepse ka një kohë për luftë, ka dhe një kohë për paqe apo. Rusi e kreu kohën për luftë. Po që të vi paqja duhet të kesh luftën një. Po Rusi e bëri luftën. Tash vjen koha paqes. Sa kushton paqja? $1 trilion amerikan në Rusi. Investim. Pra Amerika thot që Rusi do i ketë 1 trilion, do i marrë nga Kina, po nga Amerika, hajde diskutojmë. Kush ishte arsyeja pse erdhi Trumpi në pushtet me aksidentin e madh, si kuptoi askush në 2016. Flisja unë dhe 5 njerëz në Shqipëri që kishin me aftësi komunikimi publik. Gjithë tjerë thonë që janë këta idiot. Kur fitoi Trumpi, u tregum gishtin e mesit ne. Më kupton logjika. Koncepti ishte që Trumpi erdhi për t'i thënë botës që nuk është armiku i Amerikës Rusia. Është Kina. Kishte ndodhur kur kjo gjë. Nuk ekzistonte as i diskutim në asnjë gjë. Më kupton logjikën. Trumpi është personi që ndryshoi gjithë boshtin, ke parasysh boshtin veriuk të planetit që është dinamoja e valve. Normale që do të ndryshonte sepse Rusin ti nuk e mposh dot në asnjë lloj forme si e fuqishme. Pse normal? Pse thu normale? Si? Normalisht e kundërta. Deri në çast. Normale për një Trumpi normale, se s'ekzistonte si çështje. A do më djosh vlla? Okej. Është normale
që një superfuqi të ndjej kërcënim nga një tjetër superfuqi e cila ka ritme të frikshme Një zhvillimi. ishte quhej Donald Trump. A kupton? Jo ishte vetëm Sepse vlla, nuk ka folur Donald Trumpi president vlla, ka folur Donald Trumpi biznesmen. kandidat për president. Po pra ai është biznesmen, pra e ka parë që ky fuqizim i biznesit Kinës do na fundosi neve se është tregu botror që duhet mbajtur. Po më shpend, po mentali- ishte një njeri më shpend, të po du me thonë. Të gjithë i kishte kundër këtë tezë, këtë po të shpjegoj. Domethënë, Po e s'ke di qenë pse? 2016 në këtë çështje interesuar. Unë e kam quajtur 9 pikat se do vi Trumpi, Okej. se do fitoj. Okej. E kam bot Të në riqem. Facebook, po ti Të futem. riqem. Mban mend që ishte i vetëm këtë tezë? Po vetëm Gjithë kundër. Ora, vetëm unë dhe Zydiz Dervishit e Fakultetit të Shkencave Sociale ishim pro Trumpit. Biles me mua tallin Trumpin edhe zyshat. Ai çmendur, ai trapi. Edhe argumenti i Zyshës ishte Amerikës ka ardhur koha që të ketë një president e femër, a kupton? Të merr. Domethënë, ky është, nuk e di domethënë. Nëse nuk kanë faj kur Është idiotësia vlla. Kur ka shku me ka dalë mend Edhe gjithë unë Europa dhe studenti Amerika, saj- s'po shko ka departamenti jot. Edhe unë nga studenti i saj e kam thënë, nuk e di që presidenti i Amerikës mban gjini zonjë tash. Zysha nuk e di që ka gjini presidenti. Ka petk tjetër, nuk ka gjini as mashkullore as femërore, është presidenti i Amerikës vlla. Domethënë ai presidenti ka butonin e kuq, ka kodet sekrete të CIA-s, të Pentagonit e beekeeperave, të gjitha me radhë. Pra është gozhda ku varen gjithë inteligjencat më të fuqishme të botës varen tek ai. Tash se është femër, se është mashkull, kjo është një diskutim që nuk është vendi për të bërë, a kupton? Por ideja është tu vlla, një mendje logjikshme, e kupton që më thënë rreziku real për Amerikën. Mos e them këtë, një mendje logjikshme. Disa mendje arrin ta kuptojnë. Mendje tjera fare si gjë.